marrëveshje politike që e krijon një shumicë të re parlamentare. Në rast se para seancës nesër ka një marrëveshje politike, atëherë ajo është thjesht procedurale, është edhe solemne, edhe konstituohet kuvendi dhe vazhdohet matutje edhe me dhënien mandatit për krijimin e qeverisë mandatarit edhe ecin tutje, po nëse nuk ka ndonjë marrëveshje politike, atëherë unë jam pesimist që mundet thjesht me ndodhë për shkak se është hera 22, mundet me thonë edhe hera e 32, ose ku e di unë, fatkeqësisht ne jemi në këtë gjendje, edhe kontributi jonë është ai që përmenda më herët, janë 3 vota veç në kuvend, për dallim prej subjekte tjera që kanë shumë ma shumë vota. Do të Matoshi, falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe kontributin që dhatë në Infonata. Faleminderit juve, përshëndetje. Falenderojmë edhe një tjetër zotin Matoshi. Zoti Spahiu, gjithë këto deklarime, pa shpresë, s'ka marrëveshje mes nismës dhe vendosjes. E natyrshme, tani kur ti varet jo me pas 3 vota, po dhe një vot me pas, edhe kur ti varesh, domethënë nga ajo vot ti ke drejt me qitë kushtet e tua. Edhe e natyrshme që tash ashtu ka vlerësu Fatmir Limaj, do shtonë me qenë ventina ndryshe kisha me vlerësu, po ai si do qoftë është e logjikshme e çfarë ka kërkuar edhe po të isha tash në vendin e Albin Kurtit, unë që nesër do ta propozoja Fatmir Limajn për kryetar parlamenti. E para, domethënë, unë shoh që këta aktivistët të vendosjes kanë frikë që tash i tradhton Fatmir Limaj, por një garancë është që opozita s'mund e bën qeverinë për shkak të qëndrimit të LDK-s. Dhe derisa është një situatë e tillë, atëherë as Limaj s'ka po mendoj ku shkon përveç se më përmbajt një marrëveshje cilën eventualisht mund të bëjmë me vetëvendosjen, dhe atëherë i mbetet vetëvendosjes me siguru edhe votën, përmendoj edhe qatë një votë për me po qeverinë. Por si duket... Ashtë edhe synim të nteme dhe nga nisma që shpesh e keni quajtur çështjen e pazareve, të arrit pazarin, kërkojmë më shumë... Jo, po mendoj që ajo nisma paska zvoglu pazarin domethënë, mendoj që kërkesa nuk është bashkë jo modeste, por megjithatë në një situatën ku ti nuk mundesh me formu qeverinë, ku nuk don LDK-ja më bë me ty, ku ti s'don më bë me PDK-n, ku aleanca nuk don më bë me ty, as ti me aleancën, atëherë e vetmja gjë që mbetet është kjo, dhe kjo çfarë ka kërkuar Limaj duket krejtësisht e natyrshme. Domethënë, do të ishte mirë që nesër